Kaonia shqiptare ose kaonia pellazgjike e ilire. Kush nga ju ka dëgjuar për kaonin? Sa prej jush e njohin kaonin? Kush është rastësisht të t'i bëj like faqes, të shihemi sërish, ju falenderit që jemi për bashk. Nuk duam të ofendojmë askënd, nuk duam të zihemi me askënd, por duhet t'japim, si thoshte dhe atëre në Romën e Lasht, t'japim Qezarit atë që i takon. Pse në për librat e huaj shkruhet që kaonia nuk i përket Shqipërisë, shkruhet për një vend tjetër. Përse? Për çfarë arsye? Kur kaonia akoma sot quhet kaoni. Po, bile pjesa dërmuese e kaonisë është në trojet shqiptare. Tani, kush është kaoni dhe pse thuhet për kaonin? Shiko, që nga kohrat e lashta ne bazohemi në gjeografin e të themi të Virgjilit dhe gjeografin e Strabonit. Dy janë ata, me fjalë në shkrimet e tyre bazohet gjithë zhvillimi i njeriut, me fjalë dhe ku ishin kufit e secilit. Dhe tek Virgjili, tek Eneide e Virgjilit, shkruhet që kaonia i përkiste ilirëve, pra ishte zonë e Ilirisë. Po, Straboni e shkruan qartë, e zez mbi të bardhë, që kaonia gjendej në Finiq. Pra, vendi kryesor i kaonis, ose ku gjendej në Finiq. Bile do t'i them, në shkrimet e Virgjilit, thuhet, e zez mbi të bardhë, që kaoni ishte, sepse për ata që nuk e din, kaoni në të gjitha gjuhët nuk dihet, përfa është i paqartë, me fjalë prejardhja e tij, kush ishte kaoni. Në të vërtet dihet se kush ishte, megjithatë ne po themi atë çka ka shkruar Virgjili. Virgjili shkruan që kaoni ishte bir i Trojës. Dhe ai kishte një vllajën e tij që quhej Helen. Dhe kur vllai i tij e tradhtoi, sepse donte që ta vriste, ai iku dhe ndërtoi një mbretëri. Një mbretëri që quhej mbretëria e poshtme ose mbretëria e ferrit. Sepse, pse e quajti mbretërinë e ferrit? Dhe ai shkoi në Finiq aty. Quhej mbretëria e ferrit sepse ai shtëpinë e tij e kishte atje. Dhe për të ishte ferr që të jetonte diku tjetër që nuk ishte i civilizuar si vend. Pra ishte një vend barbar. Po. Dhe ai e ndërtoi atë vendin aty nga fillimi. Ndaj dhe e quajti, në fakt në qoftë se e shikoni në të gjitha shkrimet e të gjitha librave, shkruhet që kaoni ishte ose kaonia ishte një vend i zi, ose i nënveshëm. Në fakt në për filma, qoftë se keni vënë re, në të gjithë filmat, tregohet për kaonin, që kaoni është bota e nënveshme, bota nën tokë. Kështu që të gjitha shkrimet, pra duke filluar që nga Straboni, që Straboni e thot shkëlqyshëm, e thot që ishte vend ilirik dhe i përkiste Finiqit, pra si vend bazë, kaonia, dhe Virgjili duke shkruar që ishte një bir i trojanëve dhe vëlla i Helenit, dhe që pasi u tradhtua shkoi në kaoni, pra në Finiq, ose në zonat e kaonis, dhe rindërtoi nga zeroja mbretërinë e tij. Tani, në qoftë se keni vënë, si që thash dhe në për filma, tregohet për një vend të nënveshëm. Dhe unë do t'ju them diçka që shumë pak e kanë kuptuar thelbin e kësaj historie. Ose më mirë, askush nuk e ka kuptuar, jo sepse unë jam kush e di se çfarë, por ndonjëherë shkon mendja. Ju e dini që në kaonia, pra ku shkojnë kaonet, keni dëgjuar për kaonet shqiptare, pra në kaone, po ta vini re, gjenden nën tokë disa shpella, si për shembull ajo që gjetën kohët e fundit, që gjetën studiuesit që kemi bërë dhe një video. Pra është liqeni, mund themi, i nënveshëm më i madhi në botë, i zbuluar pikërisht në Shqipëri, dhe është pikërisht në zonën e kaonis. Po, sepse, pse thuhet kaoni? Pikërisht pra për këtë qëllim, që nga kohrat e lashta, akoma sot, në zonat tona, quhet kaoni. Sepse kaoni, ose kaosi, që ndodhet nën tokë, pra që gjendet brenda nën tokës, kaosi,
ose kaoni. Në fakt, në të gjitha zonat përreth, pra duke filluar që sipër nga Korça deri poshtë në Gjirokast bilet deri në Sarand, po thuaj deri në Sarand, ka vende të mistershme, vende që futesh në nën tokë dhe nuk dihet se ku shkon. Kemi folur dhe për disa tunele të nëndveshme, që kemi folur para disa kohësh, tunele të nëndveshme ku dalin zanat për shembull apo ku thuhet, Shiko, pas një legjende ka gjithmonë një të vërtet, por ne folëm tani vetëm për fakte reale, ku të gjithë studiuesit, pra e hershëm, ata që ne bazohemi, se ne bazohemi tek ata studiues të hershëm, fal atyre që ne jemi sot këtu, sepse ata dikur ishin e jetuan, në kohën aktuale të tyre jetuan atë kohë dhe ata shkruan ato gjëra, shkruajtën ato gjëra që ata pan dhe ata që njerëzit e atëhershëm u kishin treguar. Pra, ne sot bazohemi tek ta, dhe në qoftë se do bazohemi tek ata, atëherë që i bie që Kaonia, jo vetëm që është zonë shqiptare, por baza e Kaonisë është themelore. Dhe unë do të dëshiroja që një studim i tillë të bëhej nga akademikët, të bëhej në një mënyrë që të kuptojë një herë për gjithmonë, jo vetëm Kaonia, por edhe historia. Këto nuk i them unë, e përsëris edhe një herë. I gjenden tek shkrimet e Strabonit dhe tek shkrimet e Virgjilit. Pra janë të kapshme, janë të dukshme, janë të shkruara. Nuk është se i mohon dikush, nuk mund t'i mohojë dot askush. Veç se duhen kërkuar, të gjenden, të fliten në mënyrë shkencore me studiues, sepse e thënë nga Nadir Mura dhe nga ne këtu së bashku, nuk kap, por sidoqoftë është vetëm shkëndija që ne ndezim. Pastaj do t'jenë ata akademikët që duke ecur përpara dhe duke e studiuar dhe duke bindur dhe studiuesit e huaj, atëherë ndryshon edhe historia, sepse historia është bërë sipas qëllimeve që kanë dashur ata që kanë dashur dikur, kush ishte më i fortë dhe kush është më i fortë, akoma sot e bën historinë si të doj. Ne jemi dëshmimtar të kësaj hipoteze që po ju them tani. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video sa më shumë që dhe do t'i lutesha që, se kam vërej që disa marrin disa nga këto thënit e mia apo shkrimet e mia dhe i bëjnë sikur janë të tyret. Unë më bëhet qefi sepse jap kontributin tim, por do të dëshiroja që ta përmendin emrin, jo sepse për të më bërë mua kushtet, se më intereson në fundit, por është mirë që njerëzit të përqendrohen dhe të shkojnë tek burimi, sepse burimi është si një burimi ujit. Nga aty ku rrjedh çdo gjë dhe kur është një informacion i thënë nga dikush tjetër, në këtë rast nga unë, jo vetëm që ka vlera, por njerëzit përqendrohen akoma më shumë dhe diskutohet më shumë. Dhe në këtë rast është për të mirën e të gjithëve. Kështu që pres komentet tuaja, ditën e mirë.